për penaltin e Manaj, se mos a gjun të aji, fakti thashë unë, një intervjistë thashë unë, kam kritikuar, ja ku më ke këto. Sot do të lavdëroj, sepse kështu është futbolli me gjatë, kjo është e bukur, dhe natyrisht qeshëm dhe undam... Lojtarët e mëdhenj kanë bërë gabime. Absolutisht, ka humbur Maradona, Platini, Zico, Falcao, gjithë lojtarët e mëdhenj. Baggio, Roberto Baggio. Bruna, që ke me sportin? Po tani ka i shumite aq më tepër edhe në media. Dhe që të jemi, do më thënë pjesa e 2, pasaj emocionet ishin tjerë zakonshme. Po, interesante ishte, me që jemi të fusha jonë, të gjithë gazetarët dhe raportimet, nuk ishim ne, si që jam tani lirëshim që flasë, ose para stadiumit që jam haj, gjithmonë ishte me të parin të dytin, e ke parasysh ajo, sepse nuk të flisnim, po vetëm shikimet, a i shikimi i vrarësht, a i shikimi që të shikonin dhe nuk flisnin, a i shikimi i thellë që i ngacmonte të gjithë gazetarët aty. Natyrisht, në momenti që u bë golin, ne u quam dhe thamë gol. Edhe këtu kishim reshtin që ishin tifozët serbë. Në atë moment, djova ca fjalë, jo serbisht, për djova frëngjisht. Frëngjisht. Që ishin? Frëngjisht ishin fjalë jo të mira. Kam lafin frëngjisht në thonjza si fjalë që nuk duhet i thoshin, por në atë moment bëra sikur zgjoja dhe ishte goli, ishte sepse ata nuk donin që as të festonim ne në tribuna. Kore raciste nga tifozët serb, çfarë u dëgjua? Ose të paktën çfarë? Kore raciste ishte Kosova është Serbi, që e thoshte një pjesë e tribunës, thoshte Kosova, tjetra thoshte Serbi. Këte e bën 2 herë në pjesën e parë, edhe më mbrapa. Në momentin e golit, kanë thënë, vritin i shqiptarët, po jo gjithë stadiumi. Një pjesë. Pjesë, sepse që bëj? Aty kanë hyrë gjithë me pasaporta. Nuk kanë hyrë tifoz masiv. Nga 8.000 aty 4.000 veta kanë qenë s'ka qenë në stadium. Sepse edhe 20% ishte e dënuar përse i përket biletave, 2 pjesët anësore, në anën jugore të qytetit Leskovacit dhe në anën veriore, pra si që themi në tribunat pasportës, ato nuk funksionuan pra se ishin mbyllura, dhe të gjithë që kishin ardhur njerëz të futbollit, njerëz të shoqatave, njerëz të që kishin lidhje me sportin, po që nuk bënin pjesë e huliganët, dhe e kishin montuar diçka të tillë me qëllim që mos prodhonte probleme. Unë dëgjova dhe sharje, po dëgjova dhe 2-3 aty që mbarojnë ndeshja, më dhanë dorën, sepse më kërkuan edhe formacionin, e doni kur që ishte, fotografun, ky është futbolli, më pyetën si është Shqipëria. Domethënë nuk mund t'i themi, duhet t'i themi gjithë. Por në momentin e golit atë shprehje që thash unë, vritin i shqiptarët u dëgjua. Jo i gjithë stadiumi mbar, tribunat veçanta. Paktën aty ku isha unë u dëgjua, pjesa tjetër sepse ishte një shpërthim, momenti golit nuk e prisnin atë. Problemi i kameramanit që e ndoqim dhe djej, kameraman kolegu jon, djali i ri, doli me bluzën e kuqe për të pozuar. Fakt, kishte një marrëveshje midis serbëve dhe federatës, që t'i heqim këto që mos provokojmë. Gerti, unë kam punuar dhe një televizion tjetër, Pizzalli, djalë pasionant, shumë i mirë, tifoz futbolli, nxori djalë i ri, dhe vjen i civil. E tërheq gati fort fare, për aty futen dhe forcat e policisë. Dhe ata doni djalin që të arrestonin, sepse e mendonin si provokacja këtë moment. Vajtëm, aty isha, e thash dhe